Në transmetimin tim të drejt për drejt në YouTube para disa kohësh kam cituar se unë si Hasian I ndihem borxhli dietarëve çam. Arsyeja është kajtë e thjeshtë. Sepse ka pas për atyre të çamëve dietar që kanë udhëtuar nga Çamëria, nga Margëlliqi, kanë ardhur në Prizren, kanë ndërtuar xhami, kanë nxjerrur nxënës, hoxhallar Hasian të vjetër që I dhan dijen fetare teologjike, dijen shkencore që I përputhet plotësisht me dijen fetare dhe I shtuan një tull qytetërimit shqiptaro-islam ndër breza. Prandaj unë si Hasian me të vërtet ndihem borxhli ndaj dietarëve çam dhe mbetem borxhli deri në kiamet. I mbetem borxhli Çamërisë për kontribut dhe për çdo gjë që mund t'i nevojitet asaj toke.